Vllaznia Partizani në futboll për femra mbyllët me rezultatin 3-0 në favor të Vllaznisë, me trajnerin Kuçiblu Nikolin Leka, profesor urime për fitoren. Faleminderit. Një kundërshtar direkt pjesë e 4 finaliste në Pragneshi u konsiderua një sfidë e vështirë. Si që thëve ti, ishe një neshje me një nga 4 ekipet që janë në Final Four, sepse dijen 4 që kushton Final Four, dhe ishe një neshje që dominoi ekipi jonë, nuk i la me hapësirë ekipi kundërshtar, po do të shënoshin edhe ma tjepër gola, por gjithsesi në përgjithësi jam i kënaqur me veprimet e vajzave, me qarkullimin e topit, daljet nga kërat, por të finalizimi mbetet prap për të dyshiruar, por gjithsesi jam i kënaqur se 3-0 me ekipin e Partizanit nuk është diçka e keqe. Vllaznia po shkon me sukses drejt fazës finale? Po, pa diskutim që përveç se i marrin çdo ndeshje me radhë, por gjithmonë e kena dhe atë objektivin për në fazën finale, për në Final Four, që të paraqiten sa më mirë dhe të shkojmë drejt objektivit tonë ku kena fitimin e titullit. Ndeshja radhës për ekipin Kuçiblu? Atëherë për momentin 2 javë do t'jenë pushim, sepse gërmohet ekipi kombëtar. Dhe pastaj kemi me ekipin e Laçit, një ekip relativisht fundit tabelës, kështu që mandena ndeshjet tjera në vazhdim, por gjithsesi thash, do të përgatitena vazhdimisht ndeshjen radhës, por gjithmonë duke shikuar për më lart te Final Four. Vllaznia vazhdon të jetë kryesuese e kampionatit, por në kampionat ka pasur edhe ngjarje të veçanta, sidomos në sfidën Apolonia Gramshi. Cili është komenti juaj se media sportive po flet shumë për incidentet e kësaj ndeshje? Janë disa ngjarje që nuk i takojnë futbollit, aq më tepër futbollit femrave, por gjithsesi do të lëmë Komisionit Disiplinës me armë të punë. E rëndësishme është që na shohim gjithmonë përveç lojës që i bëjmë, përveç veprimeve ashtu, shohim edhe fair play që kena si ekip. Kështu që për ekipet tjera nuk di çfarë them, do të lëmë Komisionit Disiplinës me armë të punë, por nuk është një ngjarje që është e këndshme për futbollin, aq më tepër për futbollin e femrave. Dhe në këtë këndvështrim me Vllaznia edhe pse ka pasur jo pak kontestime në ndeshje të ndryshme dhe konkretisht edhe me Gramshin, ka qenë në një farë mënyrë korrekte, nuk është përfshirë në të tilla incidente. Pa diskutim që Vllaznia thashë më përpara përveç punë që i bëjmë me vajzat në fushën në tapetin e gjelbërt, bëjmë edhe për në fundit në ekip jena Shkodra, jena Vllaznia dhe kena kulturën tonë, kena edukatën tonë, që na nuk mund bim prej provokimeve të kundërshtarëve, ne shohim punën tonë gjithmonë. Vajzat janë të edukuar në atë mënyrë, janë edhe profesionistë që mos e marrin me veprimet që mund bëjnë ekipi kundërshtar. Edhe sa javë ka kampionat dhe cilin shikoni si ndeshin me të vështirë në javë të mbetura, deri tek faza finale. Mas ndeshjes me Laçin, është ndeshja me Firin, që e kemi këtu në Shkodër, dhe do t'i japim vlerësimin e dur edhe se ndeshje. Suksese, profesor. Faleminderit.